Arben Taravari deklaroi mbrëmse Zjadin Sela dhe Mendu Thaçi nuk veprojnë plotësisht si opozit, pasi sipas tij, në situata të caktuara bashkëpunojnë dhe koordinohen me pushtetin. Taravari përmendi si shembull zhvillimet në Tetov, ku sipas tij 2 këshilltarë të ASH-së së Selës u larguan nga grupi i këshilltarëve në ditën kur në Këshillin Komunal votoi për rritjen e çmimit të mbeturinave dhe ujit. Ato janë dikundi mes opozitës edhe pushtetit. Pse e them kështu? Aktualisht. Do me thënë, në ditën që votohet shtrëngtimi i çmimit për mbledhjen e plekrave dhe ujit në Tetov, në atë ditë këshilltarët e Zjadin Selës dalin prej grupit këshilltarëve të AKI-t në Tetov. Dhe kjo nuk mund të jetë pa koordinim, ose pa mundshme të jetë. Në Saraj kemi një shumicë ngushtë 10-9, dhe një këshilltar i Zjadin Selës del me vlenin. Dhe funksionon me vlenin për zgjedhje kryetar Këshilli 3. Ndaj këtyre deklaratave reagoi këshilltari komunal i Tetovës Arlind Murtezani nga Partia e Selës. Ai akuzoi Taravarin për manipulim dhe gënjeshtra. Mbrëm Taravarin në emisionin Klik Plus e bëri atë që din ta bëjë më së miri. Pra manipulantin dhe gënjeshtarin. Fillimisht ai lishoi një sër akuzash ndaj kryetarit dhe subjektit që ne përfaqësojmë dhe neve si këshilltarë në komunën e Tetovës. Vlen të theksohet se për gënjeshtrimin ndaj asaj që e tha Taravari gjatë seancës komunës Tetovës është lehtësisht e verifikueshme, për shkak se seancat janë online dhe ka qasje edhe sot. Ne në atë seancë kemi kundërshtuar ashpër dhe në fund kemi votuar edhe kundër rritjes së faturave të mbeturinave, për dallim nga këshilltarët e Taravarit, të cilët zgjodhen heshtjen në koordinim politik si këshilltar të Tetovës me komunën e Gostivarit. Ne po atë ditë e kuptuam edhe arsyeën që ishte skandaloze. Arsyeja është se komuna e Gostivarit dhe disa komuna tjera përreth nuk i kryen obligimet financiare që i kanë marrë ndaj Rusinos. Rritja e çmimit të mbeturinave në Tetov për 20% ka bërë që të ketë shumë akuza mes pushtetit dhe opozitës, ndërsa rritja do të hyjë në fuqi më 1 qershor, që do thotë